Mendoj që kjo pjesa e trajnimit ose pjesa që ne investojmë tek sjellja e kurrierit, tek mënyra se si ai duhet ta dërgojë porosinë, mendoj që ka dhënë efekt sepse janë njerëzit të parët ata që kemi patur dhe komente që shumë i sjellshëm, e solli deri te dera shtëpisë, më ndihmoi, kemi pas raste, po them më tepër që po të marr dhe shembuj që kemi pas ka qenë klienti ka qenë shtatzan dhe ka ndodhur që në atë moment ka qenë për të lindur, po them, dhe kurrieri ja ka dërguar në martenitet porosinë. Pra ka dhe nga këto raste deri aty shkon, domethënë përkushtimi i punonjësve tanë. Dhe deri tani dua të them që jemi goxha të lumtur, pavarësisht se ne jemi gjatë gjithë kohës në zhvillim. Pra mundohemi që të përmirësohemi sa më tepër, duke marrë feedbackun e klientëve tanë, normalisht feedbackun e partnerëve, po edhe feedbackun e vetë punonjësve që është goxha e rëndësishëm dhe këtë e përdorim që ne të zhvillohemi në mënyrën më të mirë të mundshme.